këshill për do frajera që vozisin shpejt. Ata që vozisin shpejt, ju këshilloj në namaz, nëse e bën një gabim, me shka përmesohet? Me se vesejnë. E ata që vozitin shpejt, për ata s'ka se vesejnë. A e mërët vesh. Me gabim me bën në kik, se për ata s'ka hama këfim. Për ata s'ka se vesejnë. Namaz e vetot me se vesejnë. Ha, një gabim. Ha, si që shpejtojsh edhe ma, këshin. Nuk duhet të shpejtoj shpejt. Ka frikë. Ka në djetarë të cilët e mbajnë qëndrimin, thojnë, ata që i kanë vendosë regulore, ekspertat në këtë lëmine komunikacionit, duhesh një përmbash, duhesh menet i përpek. Nëse ti te kalam, kanë frikë se ti, qka? Ti do me mbyt vetën, vrasës do më ba. Këtë qëndrim ka disa djetarë, që bashkohorë, sikur që ka qenë qikë në bazi, nëse aty shkruan 60, edhe mëzit 100-120. Edhe, për fakt të keqë, ndohë, qka, aksident dhe mbytësh, ka frikë se ke mbyt vetën ti, me qëllim. Allahu na ruaj. Kjo është rrezik. Andaj duhesh më jo përmbaj, mos më shpejto.